A ju jep fakulteti Ankth. Një trend që po qarkullon rrjetet sociale i tregon studentët e inxhinierisë në Universitetin Waterloo se qysh ka ndryshuar prej vitit parë deri në vitin e fundit studimeve. Dallimet munden me u vrejt, edhe po del që me kry fakultet është goxha një farë sfide e sidomos për shëndetin mendor. Një studim prej American College Health Association tregon që mbi 60% e studentëve ndjehen jashtë maset stresum, edhe 1/4 përjetojnë ankth serioz gjatë studimeve. E ky studimi tjetër tregon se stresi akademik lidhet me simptoma depresionit. Universitetet si Waterloo kanë konkurrencë edhe ngarkesë të madhe edhe munden me qunë lodhje ekstreme ose që shtojnë anglisht burnout. Përfundimisht studimet nuk janë njëjtë për krejt. Dikush i përjeton si ngritje e dikush tjetër si sfidë emocionale e psikologjike, po më e rëndësishmja është që nuk je vetë në këtë rrugtim. Është shumë e rëndësishme me ditë kur me kërku ndihmë. E ty, qysh po të shkon shkolla? Kallëzom, komento, edhe për ma shumë video si kjo, subscribe Radio Urban FM 103.5 në